ona e avokatës. Kryetar. Po, pa problem. Po mundona në dy rafshe me përmbledhje çështjet që ngriti avokatja, po i kthejmë edhe ne nëse mbase është e rëndësishme çështja e kozgjatjeve dhe vjetërsisë të landëve. Unë ngritin çështje që ka landë penale dhe prej vitit 2005-2006 e tjerë, megjithatë na do të jemi pak më real kur bëjmë një konkluz tillë. Duhet me ditë që qoftë prokuroria, qoftë gjyqësori nuk ka qenë në standardet e njëjta prej vitit 2005 deri sot. Pra në periudhat cilat jo po fletni, gjyqësori thjesht ka funksionuar me shumë pak gjyqtar, me shumë pak staf, me shumë pak mundësi dhe ndër vite ka evoluar edhe mundësia që me pas mjaftueshëm gjyqtar dhe mjaftueshëm staf për me i adresu çështjet, madje edhe sot kur ne po flasim në këtë tryezë, ne ende nuk jemi të mobilizuar, them kështu në kuptim figurativ, mjaftueshëm me staf edhe me gjyqtar për me i trajtu rastet dhe si rrjedhoi këtyre vjen edhe deri tek zvarritja e landëve. Megjithatë, te landë të tilla, të cilat u ngrit, unë besoj shumë që vjetërsia apo kozgjatja e landëve jo domosdoshmërisht është faktori gjyqësorit, por edhe faktorë tjerë objektiv që kanë pamundsu zhvillimin e procedurës, qoftë lëvizjet e shpeshta, qoftë arratisjet nëpër diasporë tjera që kanë pamundsu përfundimin e procedura, pa dash këtu me dhënë arsye që ka shumë raste që e thash edhe në fillim të fjalës time që ne nuk arsyetohemi me të gjeturat dhe do t'i adresojmë gjeturat e raportit sepse kjo është kozgjatja kaq e lartë. Sa i përket çështjes tjetër të kërkesa për hudhje të aktakuzës, është çështje më shumë praktike të cilën duhet ta determinoj në veçantë gjykata e apelit për unifikim të praktikës. Megjithatë unë nuk kam statistika tash, flas hapur lidhur me ato se sa aktakuza kalojnë filtrin e gjykatës në kërkesë për hudhje të aktakuzës dhe sa mund të mos kalojnë. Megjithatë jam më së i bindur që në veçantë në departamentin special që jam pjesë 2 vitet e fundit, më shumë se 2 vitet e fundit pjesë e departamentit special, konsideroj që është një lloj filtri i konfirmimit të aktakuzës dhe ka mjaftueshëm hedhje të aktakuzës në departamentin special. Tani ne duhet të jemi të vetëdijshëm që edhe kodi i procedurës penale, po flas për rastet që i ngriti avokatja çështjet parashtrimit apo çështjet kur ne konsiderojmë që nuk ka vepër penale, është më e thjeshtë hedhja e aktakuzës, megjithatë kur kemi prova, mënyra se si determinon praktika gjyqësore çështën e dyshimit bazum, gjykata sheh në këndvështrim provat, por nuk mund të shohet në këtë stad të procedurës në vlerësim real të secilës provë çka vërteton, sepse kjo është pikërisht ajo që mund të thënë kalimin në shërtim gjyqësor dhe pastaj gjykata shohet në vlefshmëri të provave, andaj konsideroj që këto janë edhe arsyet që kur aktakuza ka një mori provash që përmbushat dyshimin e bazum, kalon edhe filtrin e gjykatës. Megjithatë pajtohem në parem që mbase ky filtr i gjykatës do duhet të jetë më i vështirë për me kalu një aktakuzë shërtim gjyqësor, për aq sa është e mundur që gjykata të bëjë vlerësimin në këtë stad të procedurës. Sido që të jetë, është çështje më shumë e praktikës gjyqësore dhe instancave më të larta gjyqësore. Faleminderit shumë, zoti Saliu. Po betejmë realisht nuk po pajtona me idenë që lëndët shkojnë ndoshta me dilema ose me dyshime në gjykatë. Domethënë po hajde ta sfidojmë domethënë për shembull gjykatën ose policia të sfidojnë prokurim. Kodi i procedurës i ka parimet procedurale, domethënë që në rast të dyshimit ti nuk guxon me shku në matutje domethënë në gjykatë. Në gjitha ato raste domethënë kur prokurori thjesht gjatë fazës të trajtimit të kallëzimit penal ose në lëndë që është në fazën e hetimeve sipas akvendimit për fillimin e hetimeve, ato vlerësohen mirë, shumë serioze dhe shumë profesionale, sepse ato prova që kemi siguruar deri në këtë fazë a krijojnë stadin e dyshimit bazuar mirë për me dokumentat në gjykatë, apo njëta duhet të pushohet ose të hudhet brenda vetë prokurisë. Kështu që një numër i konsiderueshëm i kallëzimeve penale që vijnë nga ana e policisë nuk e kalojnë filtrin e prokurisë për të vazhduar në gjykatë, sepse aty janë veprimet e ndërmarra nga ana e prokurisë, veprimet hetimore, të cilat pastaj ta determinojnë ty rastin, a do duhet shkoj rastin në gjykatë apo jo. Në asnjë situatë nuk guxojna ne si prokuri me shku me dilema në gjykatë, sepse kjo është edhe në dëm të vetë palës panderë, sepse janë edhe parimet procedurale të kodit të procedurës penale që na pamundsojnë këtë. Kështu që në ato raste kur prokuria konsideron që me provat e mbledhura është krijuar stadi dyshimit bazuar mirë, ne gjithmonë kemi procedurën gjykatë. Tash çështja e vlerësimit të gjykatës së aktakuzave ose çështja e vlerësimit të kërkesës për kundërshtim të aktakuzave
është çështje që i takon gjykatës, për që ne konsiderojmë që nga praktika kem pa që jo çdo akt akuzë edhe e kalon këtë filtr. Do të thonë, kem raste, ndoshta janë raste minimale, po flas nga ana e prokurisë themelore në Prishtinë, por që ka raste domethënë kur gjykata që është në këtë fazë domethënë vetë se e hedh domethënë akt akuzën edhe në mungesë të prova ose dyshime që gjykata vlerëson që nuk duhet të kalojnë në stadion për vazhduar në shtim gjyqësor. Kështu që unë konsideroj që prokuria në këtë ato shumë e kujdesshme dhe ato dilema duhet të ndalët të mbyllë brenda prokurisë. Faleminderit